Qytetarët e Maqedonisë së Veriut menzi presin që vendi të antarësohet në familjen e madhe të Bashkimit Evropian, duke shpresuar në rritje të standardit të jetesës, ekonomisë, sigurisë dhe drejtësisë, po krejt çka po marrin prap janë deklaratat retorike për përfitime të poeneve politik ditor. Qeveria e re erdhe me premtimin se do të plotësohet kushti i Komisionit Evropian, pra që ndryshimet kushtetuese do të ndodhin dhe se vendi do të hapërojë drejt Bashkimit Evropian, por deri më tani nuk është lëvizur fare në këtë aspekt. Qeveria e Maqedonisë së Veriut thotë se është pajtuar që ndryshimet kushtetuese të ndodhin, por kërkon garanca që nuk do të ketë kushtëzime tjera. Bullgaria, siç duket, nuk e ka me nxitim dhe nuk po e flet atë që Hristian Mickovski dëshiron ta ndëgjojë, e kjo ka shkaktuar ngecjen e integrimin e Maqedonisë. Në pyetjen e televizionit Kohë se çfarë tjetër mund të bëjë Brukseli që të bindë udhëheqësit e Maqedonisë së Veriut që të lëvizin përpara drejt integrimit, ambasadori i Bashkimit Evropian në Maqedoninë e Veriut, Michail Rokas, tha se të gjithë liderët e BE-s që kanë qenë këtu kanë bërë apele, i kanë siguruar dhe u kanë ofruar mbështetje politikanëve të Maqedonisë për ndryshimet kushtetuese dhe plotësimin e kushteve tjera. Ai shtoi se pozicioni i BE-s është i qartë, se duhet me patjetër të implementohen kërkesat e tyre që janë ndryshimet kushtetuese, pa të cilat vendi nuk mund të ecë përpara. EU leaders who have also recently visited the country. Liderët evropianë të cilët së fundmi e kanë vizituar vendin, ata kanë pasur një mesazh të përbashkët. Dera është e hapur dhe Maqedonia e Veriut e ka vendin në familjen evropiane. Pra ne jemi gati dhe u kemi ofruar mbështetje në çfarë do ngriqet të besimit, nevoja që të pasojnë dhe çfarë do mase ose ideje që do të vijojë me qëllim që të hapim negociatat. Pozicioni i Bashkimit Evropian është shumë i qartë, daton që nga viti 2022 dhe angazhimin që shteti e ka marrë duhet patjetër që të implementohet. Nga ana tjetër, në mungesë të hapave konkret të krerëve të shtetit për sa i përket integrimit në Bashkimin Evropian, qytetarët po ndërmarrin masa vet. Qindra qytetar presin çdo ditë për ambasadave të vendeve evropiane, duke shpresuar për jetë më të mirë i jashtë Maqedonisë së Veriut. Vetëm në rajonin e Tetovës, pas përfundimit të gjysmëvjetorit të parë, 120 nxënës kërkuan fletëshpërngulje nga shkollat fillore për të bërë bashkimin familjar me prindërit e tyre që tashmë jetonin në mërgim. Ndërkaq se cilin vit kemi shumë e më shumë persona që migrojnë dhe shifrat janë frikshëm në rritje, se apo bëhet qëllimisht ky ngërç i integrimit që të shtyhen qytetarët e sidomos shqiptarët drejt migrimit, mbetet që ta komentoni ju, shikues të nderuar.